Atëherë të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, të dashur qytetor, të nderuar shkencësi ambasador të vendeve mike dhe korp diplomatik i akredituar në Republikën e Kosovës, të dashur mysafir të pranishëm në këtë seancë, të nderuar përfaqësues të mediave. Fillimisht konstatoj se në seancë janë të pranishëm 113 deputet, që nuk kupton se janë përmbushur kushtet për mbrojtjen e kësaj seance. Po fillojmë punimet e seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Republikës Kosovës sipas kërkesës së 42 deputetëve të Kuvendit, me një pikë të vetme të rënë ditës, që është zgjedhja e qeverisë së Republikës së Kosovës. Nderuar deputet, kjo seancë për zgjedhjen e qeverisë së Republikës Kosovës po mbahet plot 193 ditë pas fillimit së seancës së por konstituive, që mbajt në 15 prill 2025, kjo pas 3 gjykimeve, të cilat gjithashtu morën 129 ditë, ku nga këto 129, 45 ditë Kuvendi ka qenë në mosën e përkohshme. Megjithatë, me 10 tetor 2025, Kuvendi përfundimisht u konstitua me sukses dhe në mbështetje të nenit 95 të Kushtetutës së Republikës Kosovës, Presidenti e Republikës Kosovës zonja Vjosa Osmani Sadriu, me dekretin numër 170/2025 të datës 11 kandidatin për kryeministër zotin Albin Kurti për të paraqitur përbërjen e kabinetit qeveritor si dhe ekspozen e tij për mandatin e ardhshëm qeverisës. Zoti kryeministër, fjala për ju. Të nderuar qytetar të Republikës Kosovës, të nderuar deputet të Kuvendit, të nderuar antar të kabinetit të ri qeveritar, të nderuar ambasador dhe antar të korit diplomatik, zonja dhe zotri, i nderuari kryetar i Kuvendit të Republikës, zotri Dim Albasha, nën kryetare Albulena Haxhiu, ju falemnderit të gjithëve për praninë tuaj dhe për përkushtimin që dëshmoni sot ndaj shtetit tonë. Sot mbi 6 muaj që prej thirrjes së seancës konstituive me 15 prill, më në fund kemi kuvend të konstituar dhe kemi arritur në pikën e formimit të qeverisë si materializim i rezultatit të zgjedhjeve të 9 shkurtit si vjet. Kjo është një vonese pa precedent në historinë e Republikës, ku 5 nga këta 6 muaj deputetët ishin duke pritur gjykatën kushtetuese. Kjo vonesë ka ndikuar në mbarvajtjen e punëve shtetërore, janë vonuar marrëveshjet ndërkombëtare, plani i rritjes me Bashkimin Evropian, proceset e reformave dhe është lënduar besueshmëria e shtetit tonë para partnerëve tonë ndërkombëtar. Në këto 6 muaj, përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisëse nuk dhanë rezultat. Përkundër tentimeve tona të disa hershme e shtërruese. Asnjëra nga partitë parlamentare, të cilave u bëm ftesë, nuk ka pranuar të hyjë në marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithse vota e qytetarit kësaj radhe kishte përcaktuar që duhej të kishte një koalicion qeverisës. Po të pranohej oferta jonë për bashkëpunim, sot do të kishim mundësinë të jepnim vendit edhe qeverinë e re të koalicionit, por do të kishim edhe numrat e nevojshëm për të tejkaluar sfidën e zgjedhjes së presidentit, sfidë kjo e cila na pret pas 4 muajsh. Sidoqoftë, si pasojë e mosgatishmërisë nga partitë tjera parlamentare që të morrin përgjegjësinë që u ka deleguar qytetari me votë, sot ndodhemi përpara një situate ku qeveria e re propozohet për votim jo si produkt i një koalicioni politik, por si një akt i shërbimit ndaj vendit. Ky votim sot nuk është thjesht formalitet politik, por përgjegjësi shtetërore. Pa votimin e qeverisë së re, Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja, pa shumë institucione funksionale dhe pa buxhet të miratuar për vitin arsh. Kjo do të nënkuptonte rrezikim të pagave për shërbyesit publik, pensioneve, shtesave